Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed Al Thani, raportoi se ka pak progres në bisedimet e paqes mes Izraelit dhe Hamasit. Ai u përgjigj kështu pyetjeve rreth raportimeve për një takim të njëjtën e kaluar në Doha me shefin e agjencisë së spionazhit të Izraelit, Mossad. Ne duhet të gjejmë një përgjigje për pyetjen përfundimtare, si t'i japim fund kësaj lufte. Ky është thelbi i çështjes dhe unë mendoj se është pika kyçe e të gjithë negociatave, tha Sheikhu Mohammed. Sipas mediave izraelite të njëjtën, kryeministri i Katarit u takua me shefin e Mossadit në Doha për të diskutuar një marrëveshje të mundshme shkëmbimi pengjesh. Takimi i së njëjtës ishte pjesë e përpjekjeve tek të cilat ne po përpiqemi të bëjmë përparim, tha Al Thani pa dhënë më shumë detaje rreth atyre bisedimeve. Katari së bashku me Egjiptin dhe Shtetet e Bashkuara ndërmjetësua një armpushim mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza, i cili hyri në fuqi më 19 janar, por nuk solloi një fund të plotë të luftës. Faza fillestare e armpushimit përfundoi në fillim të marsit, por të dyja palët nuk ranë dakord për zgjatjen e tij. Izraeli rifilloi sulmet ajrore dhe toksore në të gjithë rripin e Gazës më 18 mars, pasi më herët ndaloi hyrjen e ndihmave në enklavën palestineze. Hamasi është i hapur për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës në Gaza, e cila do të çojë në lërimin e të gjithë pengjeve dhe të sigurojë një armpushim 5 vjeçar, i tha një zyrtar agjencisë franceze të lajmeve, ndërsa negociatorët e grupit ndërmjetësues u takuan në Kairo.